Ja kur rikthehemi dhe një herë tjetër miq të dashur, sigurisht unë do doja që ju të ishit të vëmendshëm në këtë pjesë sepse dhe sot sikurse bëjmë shpeshherë në transmetimin e emisionit Dita ime i referohemi shëndetësisë. E sot do të referohemi një pjesë të rëndësishme të fizikut ton, stomakut, kështu që për këtë arsye mua në studio është mjeku i cili gjithashtu dhe herë tjera ka qenë prezant për të na këshilluar dhe referuar, Altin Sekodhima, mirë se vjen, kënaqësi që të kemi në këtë studio, mjek gastrohepatolog. E sigurisht do të referohemi sikurse thash një ndër pjesëve të rëndësishme të fizikut ton, sikurse stomaku, apo jo. Që është mirë të këshillojmë e të referojmë siç duhet. Çaj besoj është i shishëm edhe i këndshëm për stomakun nga Lipton Ice Tea, në shoqëron në bisedat tona për të ardhur më këndshëm dhe vlen edhe në formën e një sugjerimi për gjithë ju. Do të referohemi refluksit për të shpjeguar se çfarë është konkretisht refluksi. Refluksi gastroezofageal, që quhet në gjuhën mjekësore, është kthimi i lëngjeve ose i përmbajtjes së stomakut, përmbajtjes acide nga stomaku në drejtim të ezofagut, do thotë në drejtim të tubit të ushqimit. Kjo mund të ndodhi si thua nga njerë me përmbajtje ushqimore ose nga njerë jo me përmbajtje ushqimore, po thjesht prodhimi si thua sekrecionet acide që prodhon stomaku dhe kthehen në drejtim të ezofagut nga njerë deri në fyt. Besoj se ka disa shenja dalluese, ndoshta shpeshherë ne përkufizojmë me urthin në një lloj djegësire. Nuk e di, janë këto shenja të cilat kanë bën me refluksin? Ajo që është më shpesh është urthi, që quhet, domethënë në gjuhën mjekësore quhet djegje e urthit ose ne përjetojmë shpesh. Dhe ne ta kemi një përjetim të tillë. Si fenomen në fakt doja ta thoja që ndodh te pothuaj të gjithë njerëzit. Do thotë që kur ajo kthehet me sasi të pakët ose rrallë, është fenomen që është i pranueshëm kur mbas një ushqimi shumë të rënd, për shembull, kur ndodh rrallë ajo nuk konsiderohet si problem, si që na ka ndihet. Është një çrregullim i momentit që mund të lidhet me një ushqim të pakontrolluar etj. Por nëse ky fenomen, domethënë ky kthimi i lëngjeve të stomakut ndodh më shpesh se sa 2 herë në javë, po them, kështu është konsideruar në mjeksi deri në 2 herë në javë është domethënë e pranueshme, e durueshme dhe jo shqetësuese për të drejtuar, po. E nëse ndodh më shpesh, që shoqërohet pastaj kjo me djegjen me thartirat në gjoks, thon shpesh pacientët, ose djegje urthi, nganjëherë ndodh me dhimbje gjoksi. Edhe me dhimbje gjoksi. Është e tillë që si thotë një djegje që shoqëron prej stomakut shkon deri në fyt, ose një dhimbje që përhapet nganjëherë edhe në krahun e majt, gjë që shpesh pacientët i çon te mjeku kardiolog, te mjeku i zemrës. Pretendohet që ka të bëjë me zemrën. Ne në rutinë, si thua, në praktikën tonë ndodh që vinë pacientët të referuar prej mjekëve kardiolog, sepse pacientët nga të dhimbje gjoksi që i kanë menduar që vjen prej zemrës, kanë shkuar së pari te kardiologu. Domethënë, shpesh ajo ngatrohet ankesat e refluksit edhe me problemet kardiake. Nuk është një shenjë pra që përcakton që në momentin e parë refluksin, ose shpesh ajo refluksi shoqërohet me erën e gojës, që shpesh pacientë vinë te ne vetëm për erën e gojës, është vetëm një ankesë e cila mund të jetë për shkak të lëndimit të fytit. Që buron nga stomaku. Që vjen buron nga stomaku. Ajo shpesh shoqërohet me gromësira ose jo, ose me kthim të gazrave. Ankesë tjetër mund të jenë problemet e fytit, e laringitit, domethënë ose një nga ankesat e shpeshta të refluksit është laringiti ose kolla e thatë. Një kollë e shpeshtë, kollë e thatë pas sekrecione, që në gjuhën e mjekësisë thuhet si e leura e qenit. Shumë e fortë e thatë, dhe që ose me ngjyrje të zërit, është një nga shenjat e vetme të refluksit, mund të jetë një ngjyrje zëri ose sekrecione në fyt, ose ajo që quhet faringit kronik, që pacientët shpesh kanë ndjenjën e sekrecioneve që kruajnë zërin në mënyrë të rregullt, ka një kruajtje ose një ndjenjë të halës në fyt ose një trupi të huaj. Shpesh pacientët thonë që kam një ndjenjë sikur ka ngelë diçka, vinë te ne për ekzaminim duke menduar se i ka ngelë një trup i huaj, por në fakt ajo është thjesht ndjesia që ndodh për shkak të refluksit. Që atë vetë individë se çka kanë përshtypjen teksa ju e shpjegoni pavarësisht se janë shenja të cilat përjetojnë fizikun ton, kurse si nuk e përcaktojnë dot se sepse jo gjithmonë vjen me ato shenja tipike. Edhe profesionisti gjithmonë. Prandaj shpesh të duhet të drejtoheni drejt mjekut specialist për ta thënë nëse këto siklete janë të shqetësime janë për refluksit apo jo. Në fakt e shpjeguam pra çfarë është refluksi, folëm pak edhe për shenjat dalluese, por çfarë shkakton refluksin? Në të vërtetë, refluksi në fakt nuk është një shenjë, nuk është sëmundje, por është një fenomen, si thua, është tamam thjesht elementi i kthimit të lëngjeve nga stomaku në drejtim të ezofagut. Një proces që ndodh tamam. Por nuk është sëmundje. Ajo shpesh shoqëruese disa sëmundjeve të stomakut. Këtu duhet të ndalojmë. Do thotë shpesh refluksi mund të jetë fenomeni i vetëm që shoqëron një ulçer në stomak, ose një ulçer duodenale.
shpesh ulçrat në stomak apo të duodenit, sidomos ato të duodenit janë të pandijshme, të padijshme të pacientët dhe e vetmi fenomen ose vetmi arsye pse shkon te doktori është në këtë rast është vetëm refluksi, ose ky kthimi djegje urthit ose era e gojës që diskutuam. Shpesh ajo është shkaktare, si thua, shoqëruese e gastriteve, por që ajo që është, si thua, më e shpeshta si shkaktar i refluksit është mos funksioni mirë i valvulës ose si thua i muskulit të grykës së stomakut. Në hyrje të stomakut është një muskull si unaz, do ta shpjegoj këtë sepse kuptohet tamam më qartë. Për ta kuptuar. Është një muskull si unaz që luan rolin e valvulës, që rije mban të mbyllur grykën e stomakut, hyrjen e vet, që të lejojë ushqimin të kalojë nga lart poshtë dhe mos lejojë më kthimin mbrapsh. Është si një valvulë mos kthimi që quhet. E nëse kjo valvulë nuk funksionon mirë, ka dëmtim, ka inkontinencë që quhet, ose pa mjaftueshmëri të mbylljes, që ndodh shpesh kur stomaku ngjitet, si thosh, hyrja e stomakut ngjitet mbi diafragmë, që quhet hernia hiatale në gjuhën mjekësore. Kjo valvulë, ky muskul nuk mbyllet hermetikisht dhe i lë rrugë të lirë pastaj kalimit të lëngjeve nga stomaku në drejtim të ezofagut. E pastaj fillojnë fenomenet e tjera që ndodhin. Domethënë hernia hiatale është ajo që është më e shpeshta, po jo gjithmonë me hernia hiatale. Nganjëherë shoqërohet refluksi edhe me gastritet, nganjëherë me ulçrat, nganjëherë edhe me kancerat. Varet pra nga rastet e ndryshme. Varet e po, është shumë. Edhe përjetimet e ndryshme që ka secili individ. Atëherë mund të flasim pak për mënyrën e diagnostikimit, momenti kur ju konstatoni se ky pacient vuan? Nëse pacienti vjen te mjeku me këto shenja që ne i përmendëm përpara, ajo që është më e rëndësishme në fakt nuk është vetëm për të verifikuar nëse ka refluks apo jo, sepse ne shpesh jemi të bindur vetëm nga shenjat që ai ka refluks. Por ne duhet të përcaktojmë në fakt në radhë parë nga se vjen ky refluks. Domethënë, do të gjejmë shkaktarin, a është hernia hiatale që po diskutojmë, për të mjekuar shkakun, që diskutojë dhe pasoja pastaj. Do thotë duhet të gjejmë nëse ka një gastrit, nëse ka një ulcer, nëse ka një hernie hiatale, që është shumë e rëndësishme, prandaj ka vlerë diagnostika. Domethënë, nganjëherë pacienti thonë njëri tjetër që un kam të njëjtat shenja, di që kam refluks, merr mjekimet e mia. Këshillojmë njëri tjetrin, ndodh shpesh. Por në fakt nuk është problemi për të hequr shenjën, problemi është për të gjetur shkakun edhe për të shëruar, si thua, për të mjekuar eksakt shkakun dhe atëherë shpëton edhe prej ankesave të refluksit. Dhe tjetra që doja ta përmendja në fakt pjesa e diagnostikimit është e rëndësishme, sepse nëse te pacientët cilët kanë patur fenomene të refluksit për një kohë të gjatë, për vite të tëra gjatë jetës tyre, mund të jetë prezente në fizikun tonë edhe për vite, në mënyrë të vazhdueshme. Në fakt, refluksi fillon që në lindje. Domethënë që te fëmijët sapo lindur fillojnë elemente e refluksit. Nënat kur i ushqejnë thonë që fëmijës i kthehet qumshi mbrapsht. E qartë. Dhe vjell, janë shenjat e refluksit, janë tipike të refluksit gastroezofageal. Por me kalimin e moshës, domethënë fëmijët kur rriten refluksi zhduket, dhe disa i shoqëron ata gjithë jetën. Edhe disa të tjerë fillon edhe në moshat më të vonshme dhe fillon, si thua, agresiv ky refluks. Mirë po, ajo që duhet vlerësuar, arsye pse duhet shkosh te mjeku është sepse shpesh ky refluks, kthimi i acideve të stomakut, të cilët e gryjnë ezofagut, fillojnë ndryshimet, si thua, dëmtojnë atë në mënyrë intermitente të rregullt dhe kthejnë atë, krijohet edhe një kancer i ezofagut. Pra, një refluks mund të agravojë deri në pikën se situata të rëndohet. Është një quhet ezofagu Barrett, është një formë para kanceroze të ezofagitit. Do thotë ezofagiti që vuan, ezofagu që vuan mukoza e ezofagut prej gryerjes në mënyrë të vazhdueshme, të pothuajse të përditshme. Të acidit ai fillon vuan dhe derisa fillojnë ndryshimet që e çojnë atë në kancer. Nëse nuk diagnostikohet dhe nuk kurohet, çka do thotë se neglizhohet nga pacienti apo edhe nëse ne e kurojmë për një farë kohe, e neglizhojmë për një pjesë tjetër të kohës? Jo, gjithmonë është si thosh ezofagu i lënë në mëshirë të këtij aciditeti. Ai fillon të krijon procesin e kancerit të ezofagut. Dhe numri më i madh, më shumë se 80% e kancerave të ezofagut ndodh te pacientët që kanë patur refluks gjatë jetës së tyre. Kjo është studim statistikor. Nuk është kaq shkalimtare ky lloj përjetimi, sa ç'na duket ne. Desha të përmendja, prandaj unë ndalova thashë vlera e diagnostikimit në këtë rast nuk është thjesht të gjejmë është refluksi apo jo, dhe të mjekojmë refluksin me antiacid apo me tjera, por është për të verifikuar edhe a ka ndodhur ndonjë ndryshim gjatë kohës që ka ndodhur ky refluks, do thotë a ka bërë ndonjë dëmtim të ezofagut, a ka ndonjë element që paraprindër i kancerit, edhe nëse gjendet në formë në fazën fillestare, si thua, në fazën para kanceroze, është zgjidhja është e sigurt, domethënë është shmangja e. Kur flasim për fazën kanceroze ka arritur kulmi, besoj, është situata më kritike e mundshme. Atëherë është forma fazë shumë e avancuar. Kështu që për të udhëzuar të gjithë ata të cilët na ndjekin, në fakt do doja një këshillim për sa i përket trajtimit, kujdesit që duhet pasur për të mos përfunduar në këto situatat ekstreme të cilat ne po i përmendim për të paraprirë rrezikut i cili vjen nga refluksi i stomakut. Nëse
pacienti ose i sëmuri që vuan me problemet të refluksit drejtohet te mjeku. Atëre sipas situatës që shkaktari i mjek bëhet mjekimi dhe mjekimi pastaj bën si thua zgjidh pothuaj kthimin e saimin e refluksit. Por përveç mjekimit që i takon mjekut në këtë rast shumë e rëndësishme dhe dieta. Dieta është shumë e rëndësishme në problemet e refluksit. Shumë më tepër se sa te problemet e tjera të traktit tretës. Dieta e refluksit është vendimtare, si thua, në mbajtjen në kontroll të refluksit, sepse është një fenomen që zgjat, pothuaj gjatë gjithë jetës, edhe njeriu duhet të dihet, të kujdeset gjatë gjithë jetës. Duhet vazhdoj për gjatë gjithë jetës? Po. Edhe kur ti e sheh që përjetimet e refluksit janë zbehur tek ti? Nëse, po, sepse me prishjen e dietës ai rikthehet edhe refluksi, do të thotë. Janë disa Tash një sakrificë jetësore deri në farmace. Po nuk është e tmerrshme. Po për të shpëtuar ja vlen. Por është një farmace se për shembull ndalohet në mënyrë si thua kategorike, është alkooli dhe duhani, të dyja. Duhani është i pari kryesisht, por dhe alkooli ka rolin e vet, domethënë që krijon refluks. Kjo dieta që ka pak e vështirë për shqiptarët. Ka atë pjesë të shqiptarëve që nuk kujdesen për veten, sepse jo, nuk duhet t'i akuzojmë të gjithë. Jo, pa diskutim, flasim jetë për gjithë. Domethënë duhani është kryesori që shkakton refluksin. Duhani është i keq për të gjithë, nuk ka diskutim ai pujes, por dhe alkooli është po ashtu. Personat që pinë alkool, sidomos në mënyrë të rregullt të përditshme, vuajnë prej refluksit, vuajnë prej fenomeneve të ezofagiteve deri te kanceri. Pastaj të rëndësishme janë, si thua, ushqimet pikante duhen shmangur, ushqimet Ashtu do t'japi një përjetim, po ushqimet djegën, pipera, speca djegës, qepët, hudrat janë vaktet e rënda. Është shumë e rëndësishme, do thotë që pacientët, personat që hanë ulen dhe hanë vakte shumë të rënda, shumë të yndyrshme, hiperkalorike, ato shoqërohen pastaj me refluks, sidomos kur ky vakt ose ky ushqim është në darkë përpara se të flerë. Do thotë është një këshill shumë e rëndësishme që pacienti duhet të hajë 3 orë përpara se të flerë gjumë në darkë, në mënyrë që mos të shtrihet me stomakun plotë, mos ketë pikun e aciditetit për të krijuar refluks. Përveç kësaj. Ushqimi të tretet pra. Prandaj shpesh thuhet edhe nga dietologët që ora 7 e pasdites është orari i duhur për të konsumuar darkë. Prandaj në fakt gjithë bota ose paktën në Europa perëndimore është e tillë që ka një dietë shumë të kontrolluar, një regjim ushqimor që janë deri në orën 7 dhe pastaj. Kur flasim për dietën nuk i referohemi faktit që duhet të mos hani, por të jetë reduktuar edhe ushqyeshme mbi gjitha apo jo. Unë dua ta rip përmendje një. Dietë ekstreme. Bet fjalë që të hiqet alkooli, duhani dhe pikantet, nuk thuhet që s'do të haj mish, do të haj perime, do të haj fruta, peshk, mund të haj gjithçka, do thotë dhe mund të jajten në gjitha format e gatimit. Problemi është mos jetë shumë i yndyrshëm. Pastaj nëse piqet apo skuqet nuk është ndonjë problem, ose zjera. Domethënë nuk janë dieta shumë restriktive që të ndalojnë në mënyrë të tmerrshme. Pikërisht, prandaj do të diskutojmë për alkoolin dhe duhanin, nuk futet në një dietë, nuk quhet dietë e tmerrshme apo jo, ose pikante në këtë rast, ose sasitë e mëdha të kafes edhe limonave që shpesh shtojnë refluksin, çokollatat shtojnë refluksin. Por këto janë ato që duhet të limitohen, nuk është se duhet ndaluar në mënyrë kategorike. Dieta me gaz ka një ndikim? Jo, nuk thuhet që dieta me gaz nuk ka në rol. Jo. Dieta është hapi i parë, por shumë e rëndësishëm. Në një tjetër situatë kur ka agravuar paksa sëmundja, besoj edhe kurimi bën pjesë apo jo. Për ta reduktuar. Mjekimi është i rëndësishëm dhe shpesh ka raste te disa situata që ne i diagnostikojmë. Në praktik na duhet që mjekimi të zgjasë gjithë jetën, si thua. Ka disa persona të cilat për arsye të caktuara, për problemet që kanë për hernia hiatale ose probleme të tjera të stomakut, forma kronike të dëmtimit, duhet të marrin mjekim gjithë jetën. Siç marrin për shembull mjekimin për tensionin çdo ditë të jetës vet, duhet shpesh nganjëherë të marrin dhe antiacid për të kontrolluar. Edhe për refluksin, sepse përndryshe ajo fillon bëhet problem për arsye të tjera. Shpesh desha se e kalova që parë është na ndodh që pacient që vuajnë dhe prej bronkiteve ose bronkiteve astmatiform që quhet, domethënë në formë azmash, në gjuhën popullore mundet të vinë prej refluksit. Pra, dhe sëmundjet të tjera ndikojnë? Edhe forma tjetër ndikohen prej refluksit. Do thotë refluksi që shpesh acidi stomakut kalon dhe në rrugët e frymarrjes, gjatë natës krijon bronkite astmatiform që quhet, ose ndjenja të mbytjes natën, një njerëzit ngrihen natën sikur i kanë mbytur diçka dhe dalin të marrin frymë sepse japin idenë tamam e mbajtjes së frymës, që është duket një formë dramatike për momentin, por nuk është e tillë, dhe që e kanë fjalën shpesh pacientët shkojnë te mjekon për ftofje, që thonë jemi ftohur, ngrohur etj. Ato gjëra të bronkitet e sezonit, që shpesh mjekojnë gabimisht sepse shpesh kjo mund të jetë pasojë ose një nga problemet që mund të vinë prej refluksit gastroesofageal apo kthimit të lëngjeve të stomakut. Është rëndësishme që ta ndjekim këtë dietën që ju tha, të reduktojmë ndoshta
disa kënaqësi të vogla të momentit kështu konceptohen për të pasur pse jo një organizëm sa më të mirë e për të mos përjetuar refluksin që edhe pse duket kalimtar edhe fenomeni i momentit mund të ketë pasojat e veta. Besoj kemi thënë pjesën më të madhe të këshillave të cilat realisht vlenin dhe kemi thënë edhe shenjat dalluese miq të dashur nëse jemi duke përjetuar shenjat që doktor Altini tha, besoj se është momenti për të shkuar tek specialistët. Të falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj punë të mbar edhe gjithmonë të shkënaqësi prezenca juaj. Ndërkohë miq të dashur, pasi jemi dalur në këtë minutazh dedikuar shëndetësisë, është rasti për të shkuar në publicitet e pas pak rikthehet krenari me sugjerimin e ditës së sotme.